Gjithmonë i kam parë këto gazetarët e politikës sikur çoç din. Po tani që politika është bërë showbiz, asgjë s'din as ata. Ditët e fundit është folur shumë për rrezikun që ka nga spak Belinda Balluku, por t'i kthehemi pak të shkuarës. Njerëzit e Belindës dhe Erion Velis u bën bashk kur iku për lesh Arben Ahmetaj. Skaluan as 2-3 intervista me Qimpekën dhe iku për lesh Erion Veliaj dhe thuhet se festuan të gjithë njerëzit e Belinda Ballukut. Por çfarë po ndodh? Dëgjojnë festime nga shtëpitë e njerëzve të Erion Veliajt sepse thuhet që Belinda Balluku po ikën për lesh. Lesht e curit gjithmonë janë në mod. Por ajo që i bën bashkë të tre emra është fjala Kumbar. Jo filmi Kumbara, Padrino, që flet për mafjen italo-italiane, interpretuar nga Marlon Brandon, por Kumbar e pagëzimi sepse thuhet që të tre janë kumbara të njëri tjetrit. Kemi siglën ton modeste për emisionin ton të varfër. Po këtu në fakt duhet sigla e ajo kolona zanore e filmit Padrino, Kumbara, që është tani një cop dajre kam tani, kjo nuk është piano dreqe e mori, tani me një cop dajre doni nga unë edhe të këndoj, edhe të bëj siglën, edhe me që do flasim për Kumbar, të bëj dhe kolonën zanore të filmit Kumbara, po është pa mundur kjo nga unë. Mos e prisni nga unë, dakord? Priteni nga të tjerë. Do thoni ju, ç'pati kjo fjala Kumbar dhe pse po e risjell në editarin tim në Olti Curi në YouTube. E solla për vetë faktin, sepse tashmë faktet janë të analizuara nga analistët politik, nga emisionet më të rëndësishëm politik. Janë nga portalet më të rëndësishëm politik, dihet që ka patur një konflikt në ajër, sigurisht persona në fjalë nuk i kanë konfirmuar, por dihet që ka patur diçka në ajër në luftën për pushtet, në luftën për të marrë sa më shumë pushtet, jo vetëm në pushtet ekzekutiv, po në pushtetin brenda partisë, midis Erion Veliajt dhe Belinda Ballukut, por edhe Arben Ahmetaj, i cili mbasi jeton në Zvicër dhe i ndodhi ajo që i ndodhi, që kemi e dim të gjithë, ka filluar të flasë dhe t'i kundërshtoj dhe të nxjerr fakte për të gjithë këto emra që përmendëm. Ajo që i lidh me njëri tjetrin është vetëm një pyetje. Nga ana njerëzore, këto njerëz kanë qenë bashk apo larg njëri tjetrit? Këto që në fillim të karrierës së tyre, vit pas viti, kanë qenë të ftohtë dhe të akull dhe kundërshtarë armiq me njëri tjetrin, apo kanë patur një moment që janë takuar? Nga ana njerëzore, gjithmonë po flas për këtë. Dhe ku ka më shumë se anë njerëzore, kur flet për fëmijën. Kur flet për kumbarën, kur ti zgjedh të pagëzosh fëmijën dhe të bësh kumbar një person i cili në një farë mënyre